Nëse një besimtar të jep një fletë barë i thush, shkruj 5 rreziqe që ti ke frikë për tyne, për. Sa e nga ato të surës Felek? E sa e në tjera? Në shpesh e në për shambull, i duhemi rreziqeve, ose ruhemi nga rreziqet që janë shumë ma pak të dëmshme, më pak të rrezikshme sa ato të surës Felek. Mirë, pa tu e kemi në agendën e prioritetive që truhemi për ty në pëtën. Për shambull, sa njerëz ruhen nga rreziqet e caktuara që kanosin shëndetin. Për shambull, nga rreziqet e caktuara që kanosin pasurinë, e shumë tjera. Krejtë rregull, këto rreziqe duhet t'jemi të kujdesshëm, të mbrojmë, t'jemi të vetëdijshëm. Mirë po, a je i vetëdijshëm për rreziqet që flet për të surë Al-Falaq? Sa të rrezikojmë këto rreziqe? Sa njesh i pasigurt dhe sa ke frikë se mund të prekësh nga këto sherre, nga këto të këqija që Allah flet në surën Al-Falaq. Prandaj leximi i surës Falaq fillimisht në vetëdijson e para dhe e riorganizon agjendën e të këqijave që neve na rrezikojnë. Nga rani 10-15 që mund të jenë të renditur këto rreziqe, kalojnë në radhën e parë, 2, 3, 4 kështu me radhë. Ndaj, duhet të vetëdijsohemi çka realisht në rrezikon, dhe ku në rrezikon, dhe sa në rrezikon. Këtë përgjigje na jep sura Al-Falaq.